Jam ulli jam te Galeria e Artit në Korçë e janë t'ju tregoj një dy gjëra të bukura se çfarë ekspozite ka atje brenda. Kjo është godina e bibliotekës atje, edhe këtu poshtë kanë galerinë. Përshëndetje. Ky është zoti Albani. Albani i ka vizatuar të gjitha këto, i ka pikturuar, më falni. Të gjitha këto pikturat që shikoni këtu. Edhe me sa dëgjova unë që më thani i keni bërë live atje ku jeni, apo jo, nuk se i bëni fotografi dhe i bëni më mbrapa. Një nga këto që në Borsh. Ma trego pak të lutem. Ushitë e borshit? Brem të dyja. 2 copë të borshit edhe ushitën? Ua, po sa të tjera shitët në total? Se këtu më duken plot edhe... Jo, këtu janë edhe 25 të tjera, po një dy janë të porositura. Edhe 2 të borshit ushitën, ato që duam ne. Ato i monë. Ato të borshit që janë më të bukurat që i bëri live atje, ushitën. Si është jeta një piktor në Korçë jeton, apo jo? Po, si është jeta një piktor në Korçë? Po normale, modeste, jo është ndonjë kush e di. Po, nuk është Paris. Është Paris i dytë, po jo i pari. I dyti. Turistë që vinë këtu te galeria dhe shijojnë pikturat tuaja kanë? Ka plot. U pëlqejnë? Plot, dhe të huaj dhe të vendit. Ç'mendime kanë? Pozitive. Thonë që është bukur? Ju pëlqen koloriti. Këto të borshit i blen shqiptar apo të huaj? Njeri që i huaj, njeri që është shqiptar. Pas ka nga të tëra, i kemi 50-50 edhe eksperiencat edhe këto. Ja tu tregoj nga afër disa nga këto. Cila është e preferuara, ma tregoj çik të lutem. Nga Korça. Nga Korça. Ja, kjo besoj se është rrugët e Korçës. Ja, shiko sa bukur i ka. Edhe kjo këtu, gjithashtu nga Korça, nga Voskopoja, sepse po është ajo rruga e famshme atje, po. Kjo është nga Vithkuqi. Nga Vithkuqi, gjithashtu i Korçës. Nga Liçenasi. Interesant, po 20 kilometra larg Korçës. Po këtu. Edhe këtu vazhdon Vithkuqi. Vithkuqi? Vithkuqi, ha? Liçenasi. Që nga Vithkuqi ti? Apo jo? Po. Po. Edhe kjo, po ba. Se e gjeta, Origjinën nga Vithkuqi. E pashun tani thash ka xhiruar borxhin ka ardhur për 2 herë po. Kemi përsëri Voskopoja. Voskopoja? Me borxh kam erdhur për pushime, për plazh. Po, po. Këtu Borova, Ersekës. Borova, po. Vithkuqi. Vithkuqi. Kisha i Shërmillit edhe këtu në Vithkuq. Vithkuq. Këtu është një fshat tjetër kur shkon për në Voskopojë, Voskopi, thonë. Pa vajtur në Voskopojë. Cila është gjëja më e mirë të qenit piktor? E po kjo lidhja me natyrën, me krijimin, me të bukurën, sa gjithmonë realizon diçka dhe atje vjen atë satisfaksioni. Parisi njihet për piktorët, se ka dhe Luvrin, po dhe Korça, Parisi i dytë njihet për piktorët e vet. Nëse vini në Korçë, një nga gjërat që mund të bëni është edhe tek galeria. Faleminderit.